Arta dhe i thomi mirë se edhe përsëri motra jon Arta. Faleminderit që më pranun. Spari, deshta mi përshëndet të ndëruarin Ramadan, për atë poezi, edhe më ka prek shumë. Do më thonë një poezi e qëllune, që duhet me hi një dit me marë prej radio së me shënu, do më thonë një letër me metë, si kujtim e falenderoj shpirt nesh tepër, do më thonë deri e ka përfundu, ai letëza, ai recitoj ka të poezi, unë të kojt, që nuk e di sa shka me folë që me ka hupë dhe fjellët, ma tepër. Shumë respekt, Arta, shumë respekt. Arta Skëndere, Skëndere, je gjithmonë e respektove, bone fort motër, vllahun e kesh noshe mirë, me familje, me këtë, dhe kështu që Zoti ju bashkof sa ma shpejt. Amen, veç deshta me falenderu shumë ato dhe juve, po ma të poezi, që nuk e di kujtim ma të bukur që po mi rujt në shpirt, që dojnë edhe më bërë mi marë atë poezi sa ma ka prejk shpirtin, si bal jam i djeg, që thojnë një fjell e jemi shkërmu, për atë vëlla, edhe nuk e di që me thonë ato plak që i kemi pas, adi nuk përdi shka me thonë, që më kanë hupë dhe fjellë sonte. Shumë respekt, motër, të Faleminderit. Për qafej nga zemra dhe të du shumë si shpresa Faleminderit. Façi. Bashkë me stafin e Radio Yjet Danimark. Dhe respekt për Ramadan Nerkët, se prej me i ka do poezi të qastit, dhe i ka do poezi të dhimshë, dhimshë i ka me qesh, i ka me knoj, i ka, po respekt për Ramadanin dhe ty të për qafej onë si shpresa Façi nga zemra. Më preki dhe më thonë në ato fjellë që ja qëllaj, adi si mi thonë, më konu në nga të unë mja spjegu rastin edhe ajë mi folë, po e falendoj shumë edhe, dhe më thonë, me një pjesë të vogël temën që fola, e tha poezi, po e tha që dhejmë shumë edhe ka e foli, që nuk di, a di besa sa jam emocionu, nuk di shka mi thonë, veç i thamë gazit që, a di me këtë poezi, e lus, që thonë sa ma shpet, me ardhë, edhe bashkë përdore, që thojnë qitë poezi që ka thonë ndëruni, një shkruaj një letë për me recitu dhe para burrit nonës e motës. A di me ma japë këtë përmëtim për mes radiove. Qëtu edhe kësha lutë mu inkuadru edhe aj, edhe me japë Ta lexoj një mesash motra Arta që ta ka shkruar mile. Edhe unë për bes kisha lut atë vllam ta gëzoje këtë motër. Ti vije kismet në ta vizitoj motrën në vllau Gazmen Sofniqi. Radio Yjet Danimark, Radio Yjet Pikdere, Radio Mirëfillt Shqiptar, thot Arta Skëndere, përshëndetje dhe respekt. Kështu si motra Arta je shumë e nderuar. Personalisht nga unë shpresa Façit të du pa mos dhe i mbështetem edhe stafit të Radio Yjet Danimark. Shumë respekt motrë Façi. Inshallah Zoti i Madh ta ngjan lutjen edhe ne jemi të lutë që të bashkohesh me vllahun si vjet. Për me është shumë mallëngjishme, shumë e mallëngjishme Arta. Ajo është normal, po që thojnë nuk e di çfarë mi thon ma tepër gazit, veç më konë adi që thojnë më bozak me fluturu edhe me shku mi marë. Se ball kemi dhe i lërë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, motra jam. Bone fort, motër. Po. Zotë ti lamine këtë, ishim me një motër. Arta dhe i dëshirej Arta shëndet dhe lumturi dhe i thomi gazit shko dhe vizitoj motrën. Nderuar Gazmen Sofniqi, shka thomi nga të tjerë zemrë si një motër.